أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالدريمة العظيمة إلى قيمة الله عز وجل صلوات والسلامات يا درجة محمد عليه الصلاة والسلام باشا دمشير الله عز وجل شوف بيتا فاميل اتي شوق تي sinqer besnik edhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e dytë me radhë të kapitulli namazit të fiqh Hanefi. Ligjërata e kaluar ka qenë vetëm një lloj hyrje për çështjen e namazit, ndërsa tashmë nga kjo ligjëratë startojmë edhe fillojmë për të sqaruar rregullat e cilat kanë bëjë me namazin, ato cilat rregulla normalisht nuk pranohet ky ibadet. Nga se Islami kemi thonë që është një sistem rregullash, ligjesh, dhe në këtë fe nuk ka diçka që unë po duam të bëj, pa pas ajo vepër bazë, ani pse mund të jetë qëllimi i mirë, por nëse vepra nuk ka bazë është e refuzuar. Të nderuar xhamat, namazi është nga ato ibadete që Allahu Azza wa Jall i ka urdhëruar. Dhe normalisht e ka farz me fal namazin çdo musliman, i cili është i shëndosh psikikisht dhe i cili ka hyrë në moshën e pjekurisë. Dietarët e mëdhëve tonë Hanefi kanë thonë që për të qenë ky namaz i pranuar, do thotë i ka 12 sharta apo kushte, pa të cilat kushte nuk pranohet namazi. Dhe këta i kanë ndonë në dy grupe, kushte të jashtme, që do thotë para se me hyrë në namaz, dhe kushte të brendshme, do thotë pasi që të hyjmë në namaz. Andaj është farz mu plotsu këto kushte, por ndryshe namazi është i refuzuar nëse mungon njëra prej këtyre kushteve. Do të qoftë me qëllim apo pa qëllim, nëse mungon njëra nga këto 12 kushte, do të namazi quhet i pavlefshëm, do thotë në mëdhëbin Hanefi. Kushtet e jashtme të namazit, do thotë janë 6. E para prej tyre është pastërtia, pastaj abdesi, mbulimi i avretit, koha e namazit, drejtimi ka kible dhe niyeti. Normalisht kur e kanë definuar dietarët e mëdhëbit Hanefisë çka do thotë kusht, kanë thonë kushti është ai nga i cili varet ekzistimi i të kushzuarit, që do thotë se mos ekzistimi i tij shpihen në mos ekzistimin e të kushzuarit, kurse ekzistimi i tij nuk shpihen në detyrimin e të kushzuarit. Kryesorja, kjo është një lloj definicion, dhe normalisht kushti për dallim nga rukni është pjesë e jashtme e veprimit. Për shembull, abdesi është kusht për namaz, por pa abdes na dim që nuk mund të fal namazin. Andaj ekzistimi i abdesit nuk e detyron falën e namazit. Thotë, nëse do mu fal, e ki farz kusht më marr abdes. Por nëse ki abdes, nuk e ki farz, do thotë mu fal nafile edhe kështu me radhë, se ka njerëz që arrin shumicën e kohës me abdes, ama nuk fal diçka nafile jashtë farzave. Andaj mbetet pjesë e jashtme e namazit. Se i përket kushteve të namazit, të cilat muslimani e ka obligim, do thotë që t'i plotësoj dhe detyrohet të plotësoj para se në namaz, sipas mëdhëbit tonë Hanefi, do thotë janë gjithsej 6 kushte do thotë të jashtme të namazit. E para prej tyre është pastërtia, që do thotë me qenë i pastër nga 2 lloje të papastërtive. E para është me qenë i pastër nga papastërtia e madhe, hadathul akbar, që do thotë xhunublluku. Dhe normalisht me qenë i pastër nga papastërtia të tij vogël, do thotë nëse s'ki abdes, dush me marr abdes, nëse ki pas abdes dhe ki urinu, Allah i nderoft, apo ki lëshu gazra, do thotë ki obligim me marr namaz, me marr abdes për ta fal namazin. Pa abdes nuk mund të falet namazi, do thotë i caktuar nga Allahu Azza wa Jall. Për të arsye, ai që nuk ka abdes, nuk pranohet namazi, do thotë i tij. Pa çeta pa duhet më qenë, do thotë i pastër edhe trupi, me pas rrobat e pastërta larg ndërçirave, po më qenë i pastër edhe vendi ku falemi. Do thotë me zgjedhjen e vend që më qenë i pastër. Normalisht është kusht i parë që është, do thotë kusht paraprak i jashtëm i namazit. Kushti i dytë është famabdesi. Normal abdesi është kushti i namazit dhe pa abdes nuk falet namazi. Po edhe nëse falet namazi nuk pranohet, dhe normalisht person me fjalë
thot merr gjunat e Allahu azza wa jall bila tek Imam Abu Hanife nëse bëhet me vetdije edhe me ndjeletësi edhe për të tallë me fenë e Zotit del nga feja nëse falet pa abdes njëri qyllimisht se me këto ka dosh me nënçmu fenë e Zotit xhelle wala apo ka dosh me nënçmu një farz prej farzeve të jashtme të namazit. Farzi i tretë apo kushti i tretë është mbulimi i vendeve të tupshme apo mbulimi i avretit. Fjala aura në teologjinë e shariat islam kupton detyrimin e mbulimit të pjesëve të trupit, shikimi të cilave ndalohet. Dhe normalisht mbulimi i këtyre pjesëve është obligimi i përgjithshëm fetar, që do të thotë se mbulimi i këtyre është obligim edhe jashtë namazit. Ndërsa sa i përket mbulimit të avretit brenda namazit është kusht i vlefshmërisë së namazit, edhe nëse falet në errësirë. Për shembull, te medhebi, do thotë apo te ulemoja në përgjithësi, avret e moshme është nga kërthinza deri tek gjujt. E tash, nëse në xhami apo nëse është lajmëruar që nuk ka rrym, edhe tash e di që s'ka kandil ndriçuar xhamis, thuaj se po falem me shorce të cilat nuk e mbulojnë shumë avretin, edhe po vinë xhamis se s'u fshet xhamati. Ana si ke errësirë, si ke dritë e ki farz me mbulu avretin. Ose po falet te shtëpia në 2 natës se s'ka problem se s'u fshet kurkush. Atë Allahu azza xal manësi është me plesu kushtin e vlefshmërisë së namazit nga se edhe nëse falet në errësirë kuptohet që e ki obligim, do thot një gjë të tillë. Kjo bie kush s'ka mundsi. Fatakullahu masatatum. Tu që në Zotit sa keni mundsi. Për shembull jam burg, edhe do thot të kanë zhvesh apo ki vetëm disa lecka apo ti mbulu organ gjinitale, atëherë këtë rast bie ki kusht. Ama kjo është rast të thot i rrallë. Por do thot tu që në Zotit sa keni mundsi ka thënë Zoti, normalisht në kohën moderne gjitha mundësit janë, elhamdulillah, fal Allahu azza wa jalla dhe begatimet e tij. Argument se mbulimi i avretit është kushti i namazit, normalisht argumenti është edhe në Kur'an, edhe sunetin e pejgamberit dhe normalisht ka konsenzus ijma të dietarëve islam. Tha Allahu azza wa jalla: "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." O bita Ademit veshuni bukur për çdo namaz, lutje El-A'raf ajeti 31. E fjala veshuni çdo namaz kanë thonë ulemoja, do thotë o fjala për mbuloni avretet tuaja dhe vishuni bukur për namaz. Njerëzit subhanallahu për takimet të përditshme janë gjendje mu zbukuru shumë. Ku janë koha namazit, do thotë apo marrin xhami, apo marrin xhumo, e vrem se e neglizhojnë këtë çështje. Pra për meshkujt avret nuk kupton, do thotë pjesën e trupit, do thotë mes gjunjëve dhe kërthizës, pra përfshin edhe gjunjët dhe kërthizët të mëdhëve në fil. Kurse për femrat përfshihet i gjithë trupit të mëdhëve në fil me përjashtim të, do thotë duarve, deri te nyjet edhe do thotë shuplakave të këmbëve deri në kyç apo tek zogi i komos dhe normalisht fytyra. Pejgamberi selam ka thonë në një hadith që ka shënuar Ibn Majah, Allahu nuk e pranon pa mbulesë kokën namazin e femrës që ka arritur moshën e pjekurisë. Nëse në hadithin tjetër që ka shënuar Abu Davudi, pasi femra të arrijë moshën e pjekurisë, nuk është e lejuar që pjesët e tjera të trupit, përveç fytyrës dhe duarve, të shohin të tjerët. Pra, nëse nuk ka lejuar të shohin të tjera atëre, do thotë ma e ndaluar është edhe në namaz. Andaj kuptuar qartë se namazi i falur pa mbulesë kokën nuk është i vlefshëm për gruan muslimane, edhe nëse falet në errësirën e natës apo edhe nëse falet në dhomën e saj ku fle ajo. Mbulimi i pjesëve të turshme të trupit pra është kushti i vlefshmërisë së namazit. Pa mas parasysh, do thotë se për çfarë gjymtyre bëhet fjalë, pra për meshkujt dhe për femrat e sharun. Andaj nuk mundet me uni namaz nëse do thotë avreti nuk është i mbulum. Do thotë nëse avreti është i zbulum, kanë thënë dietarët që nëse një pjesë e avretit, 1/4, do thotë zgjat e zbuluar në namaz, kanë thënë dietarët, është mirë që dikush kush është përmas të mëdhëve Hanefi, do të kanë thënë që më thon subhanallah, më apo më dihet që mbuloj avretin, edhe pse për dietarëve kanë thënë që të folet në namaz, do thotë nga ana e xhamatit, është një çështje, do thotë e urryer, e disa kanë thënë prish namazin, e disa kanë thënë lejohet vetëm nëse hoxha hotuat apo nëse hoxha gabon. Andaj nëse zbulohet avreti, edhe kise ka dert, edhe pranon këtë zbulim, edhe nuk e çon kokën, kanë thënë dietarët namazi i personit në fjalë do thotë prishet
dhe normalisht për shkak mos kujdesit është një lloj dënimi nga Allahu azza wajal, për shkak se do thotë u dash normalisht me mbulu avretën para se me hi namazi, edhe nëse gjatë namazit ju ka zvëlu, atëherë do thotë u dash që me mbulu atë. Kushti i radhës do thotë është kohët e namazit, por kohët e namazit si kusht e lojmë ligjëratën e ardhshme, për shkak se këtu ka nevojë për shërim më të thuktë dhe më detajzuar. Po vazhdojmë do thotë me kushtin e radhës, ai kusht do thotë është drejtimi ka kibla. Pra drejtimi apo kthimi ka kibla është kusht prej kushteve paraprake para se me hyrë në namaz, dhe normalisht e kemi obligim që drejtohemi ka kibla për ta do thotë fal namazin. Nëse dikush fal namaz duke shmangur drejtimin apo drejtimin e kiblës, namazi i prishet. Do thotë edhe nuk pranohet. Dhe normalisht kthimi ka kibla është saktuar me ajete, do thotë kuranore, fjalë të Allahut azza wa jall. Tha Zoti xhalla wala: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Në çdo anë që të dalësh do thotë në rrugë për ta fal namazin, kthej fytyrën tënde ka kibla. Kudo që ndodheni, ktheni fytyrën drejt saj deri kiblës. Pejgamberi sallallahu pra edhe pasi kishte shkuar në Medinë, ishte falur në drejtim të Mesjidit Aqsas, pra se 16 muaj. Derisa erdhi urdhri i Allahut azza që namazin me falë ku kthyn në drejtim të Çabës apo në drejtim të Mekës. Normalisht qad nata qalluba wajhika fi as-sama. Do thotë kjo ka qenë dëshira e pejgamberit dhe Allahu azza wa jalla ka vrejt dëshirën e tij dhe ja ka plotësuar këtë dëshirë xhalla wala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe normalisht duhet me u kthy do thotë ka kibla, do thotë për të pranuar do thotë ibadeti madhështor në Islam, ai ibadet është do thotë namazi. Normalisht nëse nuk kemi mundësi me gjetë kiblën, as përmes formave të informimit apo do thotë njerëzve me i pyet, atëherë drejtohemi mbas asaj që kemi ijtihad. Do thotë kemi ijtihad edhe bëjmë ijtihad për se çka bën kibla. Edhe nëse shkon dikun mysafir edhe se pyet pronarin e shtëpisë ka kibla, po falesh, edhe ai thotë jo valla ne ka qenë kibla, do të më përzi namazin. A nëse je dikun që s'ke ku me vet, edhe namazin e ke fal për shembull drekën, e ke fal këtë drejtim. Ka ku ai ke ndis, e ke pa tjetër do fal drejtim tjetër, edhe pyet, pse po falesh kënej? Thot valla që kënej o kibla. Edhe ti s'ke pas mundësi me vet, a duhet më përzi namazin, ka thonë namazin nuk ka nevojë më përzi namazin, se ti ke bëj ijtihad. Dreka mbetet çashtu, ndërsa e ke ndija namazet tjera falen në drejtim të kiblës. Më rëndësi është duhet me bëj ijtihad, dhe normalisht duhet mos me anashkalu se është prej kushteve të do thotë në namazit. Ndërsa për sunetet, do thotë kjo vlen për farz, për sunetet normalisht pejgamberi ka pas raste i ka falë edhe në do thotë në deve, edhe nuk është lodh fort për punën e kiblës, apo bjen ka kibla apo nuk bjen ka kibla. Niyeti shprehja e qëllimit, normalisht niyeti do të më bëj për çdo namaz që falet, kuptohet niyeti, do thotë vendimi i tij është në zemër, edhe është çështje e zemrës, do thotë shpesh njerëzit e shprehin jetën, do thotë me gojë, mirë po me zemër s'lodhen hiç. Çka është këtë rast? Këtë rast kanë thonë ulema, ky niyet nuk pranohet dhe namazi është i pavlefshëm. Pra, thelbi është më bën jetën me zemër. Edhe normalisht, sipas dietarëve të mëdhëve Hanefi, kanë thonë që është mustahab që me u shpreh edhe me gjuhë. Mirë po normalisht mjafton me zemër dhe nuk ka nevojë me u shpreh me gjuhë, po nëse ka herë e bën apo dikush bëhet vezvese, atëherë e bën edhe me gjuhë. Kryesorja sipas mëdhëve Hanefi është obligim që personi me përcaktuar niyetin, për shembull për namaz farz, për namazin e vitrit, namazin e bajrameve, namazin e nedrit, zotimit, për namazin e nafile, do thotë edhe për këto namazet kanë thonë që është mustahab apo lëqyme që më përcaktuar niyetin, ndërsa për farza është kanë thonë obligim. Dietarët kanë thonë që niyeti mundet më u shqiptua edhe në gjuhën që ti do thotë falesh, në fund të kuptimit falesh gjuhën shqipe, mirë po e kanë bua edhe niyet, do thotë edhe kanë cekë edhe niyetën në gjuhën arabe, që nuk ka nevojë më po, do thotë po e citoj, do thotë që janë mundu me përdor dhe kanë thonë nevojtu an usalli lillahi ta'ala salata fardin ose sunnet al-fajri al-dhuhri për shembull, adaan mustaqbil al-qibla, Allahu akbar, vendosa me fal namazin farz apo sunet
për shembull sabat apo drekës, do thotë për hir të Allahut azza wa jall, o dhe ka kibla, Allahu akbar. Do thotë kështu zakonisht na, do thotë e bëni niyetin apo bëjmë niyetin shumica e xhamatit pleç, dhe normalisht niyeti të them mjaftohet me zemër, por kush e bën me gojë, do thotë është mirë që mos më bë shprehi. Normalisht niyeti do thotë është një çështje madhore në Islam, është një çështje që nuk duhet më anashkalu, është çështje që duhet me i qëndru, do thotë gati muslimani, edhe mos me anashkalu si çështje, por duhet me bë, do thotë niyetin. Se përket kohëve të namazit, normalisht prej kushteve është edhe që me hikua namazit, nga sa Allahu azza ka thonë inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, namazi është obligim për muslimanët në kohë të caktuar. Dhe nëse falet namazi jashtë kohës të tij, para kohës të tij, namazi nuk pranohet. Do thotë duhet që me u kujdes që namazi do të me u fal në kohën e tij. Allahu azza ka bërë në Kur'an me dije se e kemi obligim 5 ditë me fal namazin, 5 namaze, dhe normalisht këto namaze kanë vlerën e 50 namazeve, aq sa u bë obligim, do thotë në herën e parë mbi 7 ka qenë në punën e Mirajit. Fa Allahu azza wa jall, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tudhhirun. Allahun madhrone me namaz kur vi mbrëmja dhe kur të agoj mëngjesi, lavdia i takon Allahut vetëm atij prej gjithë çka ka në qiell tokë, edhe në mbrëmje, edhe ditën. Sura Rum, ajeti 17, ajeti 18. Gjithashtu thamë që Allahu do thotë ja ka bërë këtë obligim pejgamberit sa mbi 7 ka qej, dhe normalisht Zoti xhallahu ala e ka obligu, do thotë që ky namaz do thotë me u fal, do thotë 50 herë, por e ka lecuar në 5 herë dhe vlera është sa 50 namaze me fal, do thotë brenda dite. Ta thotë nga Ibn Abbas se Xhabiri radhiyallahu anhu, do thotë nga Ibn Abbas dhe Xhabiri se Xhibril sa më është bërë imam i pejgamberit dy të rresht. Një ditë i ka drejtuar namazet në fillim të hyrjes së kohës, ndërsa ditën tjetër i ka drejtuar para mbarimit të kohës së namazit. Pejgamberi sallam na njofton këtë çështje në një hadith që ka shënuar Tirmidhiu dhe transmeton Ibn Abbasi, thotë Xhibrili u bë për mua imam 2 herë pranë shtëpisë së Allahut Çabës. Herën e parë ma fali drekën, kur hija ishte sa lidhset e këpucëve, pastaj ma fali ikindin pas ditën, kur çdo gjë ishte sa hija vet. Akshamin ma fali kur dielli perandoi dhe i agjëruar i bën iftar. Yasin kur ndriçimi në horizont humbi, dhe mëngjesin kur nisi të zbarte dhe agjëruesit i ndaloi të haj ushqim dhe të pi. Herën e dytë do drekën ma fali në kohën e ikindis, se një ditë më parë, kur çdo gjë ishte sa hija vet. Pastaj ikindin kur hija çdo gjë u bë sa dy fishi i saj. Akshamin ma falin kohën e një dite më parë. Yasin kur kishte kaluar 1/3 e natës dhe mëngjesin kur zbardhi. Pastaj duke mu drejtuar mua, më tha o Muhammed, këto janë kohët e namazit, do thotë e pejgamberëve para teje, kurse koha e namazit është koha mes dy kohëve nga këto. Do thotë kohët e namazit, do thotë pohon edhe nga vet, do thotë fjalët edhe nga vet suneti i pejgamberit në mënyrë të shumë, do thotë të çon. Normalisht tani zakonisht do thotë njerëzit shkojnë sipas do thotë takvimit, për saktimin ju në mundu me bëtë sakt të kohëve të namazit, do thotë përmes të mjeteve teleskopike, pastaj do thotë kanë saktuar disa kohë prej tyre, do thotë me zbardhjen e qiellit, pastaj me anë të orës së saktë, me kalimin e diellit nga zeniti dhe hijen që lëviz pas zenitit, me perëndimin e diellit, me errësirën, do thotë e qiellit dhe kështu me radhë, ju mundu që do thotë me i caktu kohët e namazit. Normalisht namazi i sabahut, do thotë që na jemi mësu, do thotë me pa është koha, do thotë kur është fejgjë sadiq, është ndryqim i vërtet, dhe normalisht deri para apo deri në linjën e diellit. Namazi i sabahut kuptohet përbëhet para, do thotë prej 4 rekateve, 2 rekate sunet dhe 2 rekate farz. Normal falet në një sunet e pastaj farzi, për të arsye pejgamberi sallam i ka dhënë vlerë të madhe, do thotë namazit të sabahut dhe ka thonë 2 rekate sunet sabahut janë më vlerë se dunja dhe çka kanë to. Pra vlerë e madhe e namazit të sabahut. Sunetit e paramendoj se çfarë vlerë ka farzi. Pastaj namazi i drekës, do thotë fillon pas çastit të quajtur zawal, kur dielli do thotë ka zenitin dhe fillon të shkojë drejt perëndimit duke vazhduar
deri në kohën kur hija çdo gjëje, do thot me qëndrim vertikal ndaj rrafshit me përjashtim të hijës së shkurtër të mëzitës, arrin 2 fishin e gjatësisë apo lartësisë së saj. Pra, namazi, do thot i drekës kur ka temperatura të larta, është mirë të vënohet pak. Do thot kurse dimrit të falet në fillim të kohës së tij për shkak se është shumë kohë ngushtë mes drekës dhe ikindis. Tëra nuk praktikohet kjo. A pejgamberi ka thonë evridu bis sala, ku të marrë shumë xhet i madh, do thot falë namazin kur koha do thot freskohet. Normalisht namazi i drekës do thot ka 10 rekate, 4 sunet që falen para farzit, pastaj farzi 4 rekate, e pastaj do thot 2 rekate sunet muakked që falen më njëherë pas farzit. Normalisht pas sunetet të ikameti, që ashtu edhe kohën e namazit sabahut, dhe këto sunete, një ato sunete ku ka thonë pejgamberi se Allahu janë ndërton në pallatin e xhenet atyre që i falin do thotë këto sunete, 4 para farzit të drekës, 2 mas 6, 2 para farzit sabahut 8, 2 pas farzit të akşamit 10, edhe 2 pas farzit të yatsis, janë kata që duhet me pas kujdes, edhe mos me i lënë pa i fal. Pastaj namazi i kindis fillon nga dalja e kohës së namazit të drekës deri në perëndimin, do thotë e diellit. Namazi i kindis normalisht ka 8 rekate, 4 sunet që nuk janë të forta, do thotë ka njëherë nëse ki arsye bën me lon, e ka njëherë është mirë që mos me i anashkëllu, por me do thotë me i fal, nga se normalisht ka premtuar pejgamberi që ai i fal 4 rekate para farzit të kindis, Allah do ta mbrojë fytyrën e tij nga zvarri i xhenemit. Pastaj namazi i akşamit, koha namazit akşam fillon me perëndimin e diellit dhe vazhdon deri në kohën kur shuhet plotësisht muzgu, apo i thonë në shariat shafaq dhe bie ersira. Do pas kujdes me kohën namazit të akşamit dhe yatsis, ka pyetëtarë kanë thonë që koha namazit të yatsis edhe akşamit është vetëm sa falet, do thotë namazi e pastaj himën e koha të namazit të yatsis. Do thotë ka 5 rekate, 3 farz përpara, ikameti e pastaj 2 rekate të forta sunet. Pastaj namazi i yatsis fillon nga çasti kur shquhet, do thotë shkëlqimi, muzgu i mbrëmjes normal rëndohet dhe fillon me ra ersira. Do thotë kur del koha namazit të akşamit e pastaj do thotë vazhdon deri në agimin fajrin e dytë. Normalisht namazi i yatsis do thotë tena zakonisht do thotë ky namaz rllogaritet si 13 rekate. Do thotë i vjen 4 sunet para, pastaj 4 farz, pastaj 2 sunet e pastaj 3 vitër. Disa dietarë kanë thonë që këto 4 parat janë dobta, edhe te mëdhëve anefi kështu kanë thonë ulemoja, por disa të tjerë kanë thonë që do thotë vetëm nganjëherë do thotë prish punë me fal, ndërsa mundet me kalu njeriu më njëherë në me farz për shkak se janë sunet ghairi muakked, sunet jo të forta. Pastaj janë 2 rekate sunet tjera të forta, e pastaj do thotë është edhe namazi i vitrit që tek shumica dietarëve normalisht është sunet i fortë, ndërsa tek mëdhëbi Hanefi është sunet muakked, do thotë është vajib. Pastaj bashkimi i namazeve, do thotë në një kohë, do thotë caktuar, kemi cek dhe kemi folë për këtë çështje, normalisht te mëdhëbi Hanefi, do thotë në Muzelife falet koha e namazit të akşamit dhe yatsis me një ezan dhe me një ikamet, pastaj falet ikindia dreka në Arafat, do thotë tek mëdhëbi Hanefi. Do thotë janë 2 raste vetëm kur lejohet bashkimi i namazit, ndërsa tek shumë dietarëve lejohet do thotë bashkimi i namazeve në udhtim kur bjen shi edhe kur është njeriu do thotë i smur. Mëdhëbi Hanefi mbështeten tek Ibn Mesudi, i cili thotë pasha që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i dërguari Allahut asnjëherë nuk ka fal namaz jashtë kohës së vet, do thotë përveç se dy namazeve ka bashkuar mes drekës dhe ikindis në Arafat dhe mes akşamit dhe yatsis në Muzelife. Ka koha në të cilat koha nuk lejohet falë namazit, do thotë qoftë ai farz apo vajib, do thotë e para është momentin kur do thotë lindilli 45 minuta ku namaz sabah të mëdhëve në vinu nuk mund të fal namaz, pastaj kur dielli është në zenit, derisa ta kaloj zenitin, edhe treta është në momentin kur dielli do thotë përshkuqet deri në perëndimin e tij, me përjashtim të namazit të ikindis së ditë, do thotë nëse se ke fal. Do këto janë 3 koha në të cilat koha normalisht nuk falet namazi. Se për këtë namazit xhenazës është mirë që të falet, do thotë në atë kohë kur vjen koha se sa mu vanu. Ka thonë pejgamberi 3 gjëra nuk vanohen: xhenaza kur përgatitjet, borxhi kur ka mundësi me u kthy dhe beqari
do thotë për ta largu do thotë beqarin, edhe pse do thotë ka ardhur transmetimi tjetër që el ajalatu min ash-shaytan, ngutia është për shejtanin për disa gjëra, kryesorja do thotë është si fjalë, edhe nëse nuk është e pejgamberit sa fjalë me vend, do thotë që e kanë cek do thotë dietarët. Edhe këtu janë çështje do thotë se çështje që kanë bënë me namazin, do thotë tek medhebe në fikon konkretisht me do thotë kushtet që kanë bënë me atë se çka duhet me pas kujdes para se me namaz, ndërsa shtyllat e namazit në fillim do thotë namazit marrë tekbir, këtu kemi para namazit 6, tash e kemi 6 tjera, ku tim namazi jon tekbiri fillesara për takbiratul ihram, pastaj qëndrimi në këmbë, leximi i Kuranit, rukuja, sejdja edhe teshehudi apo tahiyati i fundit, por 6 kushte inshallah vazhdojmë në ligjratën e ardhshme. Zotit e mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin.